lehtësi nga mundësit që jepen edhe sa duan neve të jemi të gatshëm që t'i përgjigjemi disa gjërave që mund mos jenë ashtu siç pritet, ose ka diçka në fusha të ndryshme të jetës, por kërkohet vëmendje në këtë drejtim. Data 26 qershor, gjashkëndshi Mërkuri që formohet nga fore me Uranin në dëm, duke bërë një ditë ideale për të propozuar një ide të zgjuar, për të bërë blerje jo vetëm disa produkte që na duhen me dëmos, por mund zgjidhim shumë probleme. Një ditë e dobishme për demin, gaforen, virgjëreshën, peshqit, bërëqapët, akrepit të dhjetëçit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Në të njëjtën ditë, mbas orës 12, kemi diellin që formon një gjashkëndësh me Marsin, një kënd veçanërisht pozitiv, që rrit vetbesimin tonë dhe na ndihmon të arrijmë sukses në çështjet profesionale, personale në jetën tona. Pamje të shkëlqyer për shprehur veten tonë dhe njerëzit që na rrethojnë, dhe jo vetëm kaq, por që neve të ndihmojmë që të ecim përpara. Ndikon pozitivisht gaforet, bërëqapët, demet, akrepët, virgjëreshat, peshqit, të dhjetëçit të parë ose ata që kanë planete në këto shenja. Nga dreka, nga ora 1 me orën tonë, 13 me 13:05, Mërkuri kalon në Luan, në një shenjë veçanërisht ndikuese, e zjarrt, duke na dhënë një mundësi dhe një gëzim të madh në fushën e punës dhe të karrierës. Të ndihemi më të sigurt, të jemi më të vendosur